Në shtëpinë e Big Brotherit, asgjë nuk është private, por gjithçka është personale. Çdo shikim vërehet, çdo ton interpretohet, çdo fjalë mbart peshë më të madhe se vetë kuptimi i saj i drejt për drejt. Në këtë univers të mbyllur, ku njerëzit jetojnë në vëzhgim të vazhdueshëm, ndodhi një nga ato biseda që duken të thjeshta, por që zbulojnë shumë më tepër se sa fjalët që u thanë. Labinoti i thot Albës, limi është çmendur pas teje. Sa vishesh bukur, sa bëhesh e mirë, ai çmendet pas teje. Dhe Alba, pa dram, pa habi të shtirur, pa nevojë për sqarime të gjata, përgjigjet e kam vënë re. Kaq. 2 fjali. Por brenda tyre fshihet një univers i tërë kuptimesh. Labinoti, roli i vëzhguesit dhe ndërmjetësit. Labinoti nuk flet rastësisht. Ai nuk po bën thashetheme të zakonshme. Ai po verbalizon diçka që tashmë qarkullon në ajër si ndjesi. Në shtëpinë e Big Brotherit, shpesh të gjithë e din diçka, por askush nuk e thot me zë. Labinoti merr rolin e atij që e thyen heshtjen. Kur ai i thot Albës se limi është çmendur pas saj, ai nuk po informon, por po konfirmon. Ai po jep formë verbale një dinamike që tashmë është e dukshme në sjelljen, në shikime, në reagime të vogla, në tensione të pashprehura. Përmendja e veshjes, e paraqitjes, e mënyrës si Alba duket, nuk është gjykim estetik. Është vëzhgim i reagimit që kjo paraqitje shkakton të tjetri. Labinoti nuk po flet për Albën si objekt, por për efektin që prania e saj ka mbi limit. Fjala çmendet, hiperbol apo alarm, fjala çmendet është e fortë. Ajo nuk nënkupton thjesht pëlqim. Ajo sugjeron humbje kontrolli, te i kalim kufish emocional, një gjendje ku impulsi rrezikon të marrë drejtimin. Labinoti, me këtë fjalë, nuk po romantizon situatën. Përkundrazi, ai po sinjalizon një shqetësim. Në një ambient të mbyllur, ku emocionet amplifikohen, çmendja nuk është metaforë poetike, por paralajmërim. Dhe Labinoti, qoftë me vetdije apo jo, po i thot Albës, dikush po të sheh më shumë se ç'duhet. Alba, vetdija që nuk ka nevojë për shurmë. Përgjigjja e Albës është thelbi i gjithë këtij momenti. E kam vënë re. Jo se besoja, jo vërtet, jo çfarë do të thuash, vetëm, e kam vënë re. Kjo fjali e shkurtër tregon vetdije. Alba nuk është naive. Ajo e di çfarë ndodh rreth saj. Ajo i sheh shikimet, ndjen ndryshimet në sjellje, kupton tensionin. Por ajo nuk reagon me panik, as me krenari të tepruar. Reagimi i saj është i matur, i qetë, i vetë kontrolluar. Kjo tregon një grua që nuk zbulon veten përmes reagimit të tjerëve, por që i regjistron këto reagime si informacion, jo si vlerësim të vetes. Fuqia e heshtur e vetë kontrollit. Në Big Brother, shumë njerëz e kërkojnë vëmendjen. Alba nuk duket se e kërkon, ajo e pranon si fakt, dhe kjo është një formë fuqie që shpesh keq kuptohet. Ajo nuk e ndryshon sjelljen për të shtuar apo ulur reagimin e limit. Ajo nuk e përdor situatën për të krijuar dramë. Ajo thjesht qëndron në vetvete. Kur një grua thotë e kam vënë re, ajo nuk po fton askënd të veprojë. Ajo po vendos kufi të padukshëm. Unë e di çfarë po ndodh. Dhe jam në kontroll të vetes sime. Limi si figurë e padukshme, por e pranishme, edhe pse Limi nuk është i pranishëm në këtë bisedë, ai është personazhi kryesor i saj. Ai ekziston përmes mënyrës si të tjerët flasin për të. Dhe kjo është ironia e Big Brotherit. Shpesh njerëzit formësohen më shumë nga perceptimi i të tjerëve se sa nga veprimet e tyre të drejtpërdrejta. Përmes fjalëve të Labinotit dhe qetësisë së Albës, Limi shfaqet si dikush që ka humbur balancën emocionale. Jo sepse Alba bën diçka të gabuar, por sepse ai nuk arrin ta menaxhojë reagimin e vet. Trupi, veshja dhe interpretimi shoqëror. Përmendja e veshjes së Albës hap një debat më të gjerë. Pse paraqitja e një gruaje shihet ende si shkak i reagimit të tjerëve? Alba vishet bukur për veten, jo për të prodhuar reagime. Por shoqëria shpesh e lidh estetikën femërore me përgjegjësi emocionale ndaj burrave përreth. Përgjigjja e kam vënë re e çliron Albën nga kjo barë. Ajo nuk e mohon realitetin, por as nuk e merr mbi vete fajin për të. Një bisedë e vogël. Një pasqyrë e madhe. Kjo bisedë mes Labinotit dhe Albës është e vogël në kohë, por e madhe në domethënie. Ajo flet për mënyrën si përhapen perceptimet, si ndërtohen narrativat përmes të tretëve, dhe si vetdia personale është mburoja më e fortë në ambiente të tensionuara. Përfundim, kur Labinoti i thot Albës se Limi çmendet pas saj, ai po përshkruan një situatë. Kur Alba thot e kam vënë re, ajo po vendos një vijë. Një vijë të qetë, por të fortë.
Një vijë që ndan vëzhgimin nga reagimi, perceptimin nga përgjegjësia. Në Big Brother, jo gjithmonë fiton ai që flet më shumë. Ndonjëherë fiton ai që e di çfarë po ndodh dhe zgjedh të mos humbas veten brenda zhurmës.